Mesruqi rahimahullah thot se kam pyetur Aishën radhiyallahu anha për namazin natës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe më tha ajo se i ka fal 7, 8, ka njëherë 7, ka njëherë 8, 9, ka njëherë 7, ka njëherë 9, ka njëherë 11, posa tyrve do më thonë edhe 2 recateve para farzit të sabahut. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se vitri, namazi vitri ka disa forma. Namazi vitri ka disa forma. Forma e parë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, se mënyra e parë është 3 recate. Këto 3 recate kanë 2 lloj forma që mundet njeriu me i fal. Forma e parë është që me i fal 2 recate, me dhënë selam, pastaj të qohesh edhe ta falish 1 recat edhe t'japish selam. Edhe kjo ka qenë më e dashur të Imam Ahmedi rahimahullah. Më e pëlqyer, domethënë për Imam Ahmedin rahimahullah që vitrin po e fale 3, atëherë ti falish 2, t'japish selam, pastaj të qohesh, ta falish edhe 1 recat. Ajo që nuk lejohet këtu, ose domethënë dalemi këtu, pastaj do e përmendim atë, mënyra e dytë kjo me 3 recate, është domethënë serdan, domethënë ti falish të 3 për një herë. I fal 3 recate, edhe në fund domethënë qëndron në teshehud. Edhe kjo mënyrë domethënë është e legjitimuar dhe e saktë. Por ajo që ka qenë më e pëlqyer te Imam Ahmedi rahimahullah është ajo e para këtu. Ajo që nuk lejohet asesi, falja e vitrit si namazi i akshamit. Nuk lejohet kjo asesi. Edhe pse një gjë e tillë e kanë disa prej hanefive, disa prej ahnaf e kanë këtë mendim, se bën me fal vitrin sikur se namazi i akshamit. Por ata ku bazohen, bazimi i tyre është te një hadith që është hadith shumë i dobët. Do thonë, bazën e kanë të një hadith, jo që është i dobët, po shumë i dobët është. Dhe prandaj do të thonë nuk merret ky mendim në konsiderat. Që mundet falet, do të thonë nuk merret në konsiderat, që me fal vitrin do të thonë sikur se falet namazi i akshamit. Por kjo me 3 recate, siç u përmend, ose i fal 2, jep selam, pastaj edhe 1 recat, ose i fal 3 recate që ndron në fund në teshehud edhe e përfundon. Lloji i dytë, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, lloji i dytë është me i fal 5 recate, vitrin me fal 5 recate, krejt për një herë, edhe qëndron në fund në teshehud, edhe jep selam. Kjo është lloji i dytë. Lloji i tretë, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, me i fal 7 recate. Siç e pam edhe këtu te hadithi i Aishës radhiyallahu anha, kur është pyetur për namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë natës, do thonë me i fal 7 recate. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, do më thonë me i fal të gjitha për një herë, deri në fund, edhe në recatin e 7 të ulesh poshtë, ta bësh të shahudin edhe t'japish selam. Dhe është thonë, thotë Sheikh Zejdi, waqil, është thonë, që njeriu në recatin e 6 bën të ulet, me qëndru do më thonë në teshehud, por nuk jep selam. Qohet, edhe e vazhdon edhe 1 recat, prap qëndron në teshehud edhe përfundon namazin. Po kjo qila, është thonë. Ajo që është më e njohura, do më thonë, i fal për një herë krejt ato 7 recate. Dhe thotë Sheikh Zejdi, pastaj lloji ose forma ose mënyra e 4 është, do më thonë, me 9 recate, që me i fal 8 recate, do thonë pa ndarje, 8 recate, pastaj ulet, yeteshahhad, e bën teshahudin wa yad'u, pastaj qohet në recatin e 9, e fal edhe atë, edhe ulet pastaj, e bën teshahudin edhe jep selam. Do thonë kjo me 9, mënyra është me fal 8 krejt, te i 8 qëndron poshtë, pastaj qohesh edhe 1 recat edhe përfundon vitrin. Forma e 5 dhe e fundit që përmend këtu Sheikh Zejdi rahimahullah është me 11 recate. Me 11 recate, do më thonë, i fal 2, 2, 2, 2, 2, edhe në fund do më thonë me 1.
e bën domethën vitrin, thumma yu'tiru bi wahida. Domethën e bën vitrin domethën me një recat. 2x2 domethën 5 herë ka 2 edhe në fund domethën në një recat. Pastaj hadithi radhës 338 an Talq ibn Ali قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في الليل لا وتران في الليلة. Do më thonë, nuk ka dy vitra, dy namazë salatul witr gjatë të njëjtën natë. Do më thonë, brenda një natë, nuk ka do më thonë dy vitra brenda natës. Po, një është. Edhe kjo është argumenti do më thonë i gjumhurit, ku bazohen ata do më thonë nëse ke fal vitrin ti në fillim të natës, edhe pasaj qohesh dhe do të vazhdojsh me namaz nafile, atëherë nuk ka nevojë do më thonë ta përsërisish atë, do thonë vitrin ose ta anulojsh një herë, ta anulojsh duke e bërë do më thonë atë numrin tek ta bësh çift, nëse ke fal 3, e fal edhe 1 e bën 4, edhe pastaj vazhdon, nuk ka nevojë, por ai vitri i parë mjafton dhe ti vazhdon do më thonë me nafilet sa ke dëshirë dhe vullnet. Pastaj hadithi i radhës 339 an Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. Thot Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë namazit të vitrit i lexonte domethënë këto sura. Sabbih isma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, edhe qul huwa Allahu ahad. Edhe kjo është domethënë ajo që zakonisht e keni pa edhe gjatë taravive. Kur i falim taravit domethënë i lexojmë këto sura. E keni vret domethënë. Edhe në Shkup besoj se edhe ka një herë kur keni qenë këtu. Edhe kjo është zakonisht domethënë që e keni pa edhe dietarët ton kur jena fal në Mesxhid Ridwan në Medinë kështu me radh. Edhe në për Mesxhid Nabawi ose Mesxhidul Haram, zakonisht domethënë në këto sure gjatë vitrit, gjatë taravive sidomos, këto sure domethënë i lexojnë. Domethënë, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, kjo është yustahab, është e pëlqyer pas suratul Fatiha.